Klubi i voleybollit Vllaznimi për meshkuj ka fituar kupën në Superligën B dhe është kualifikuar në Superligën A. Kuqezint në ndeshjen e fundit që zhvilluan kundër Ferronekelit në Gjakov, fituan me rezultat 3-1 duke u shpallur kampion. Blendi Hasimja, trajner i Vllaznimit, tha se ngritja kupës ka qenë kënaqësi e jashtëzakonshme për të gjithë ekipin. Emocionet që kena pas atë ditë janë kohë nivel këtë tjetër, par dje jemi promovuar në elitën e voleybollit kosovar në fazën e Superligën A. Na ka bo mundi shumë të përmbushën, për shkak se kena bo një punë ekstrem shumë të madhe, me vite. Sipas trajnerit Hasimja, ekipi përbëhet nga të rinj të cilët kanë dhënë shumë për klubin dhe janë meritor për ngritjen e trofeut. Me gjenerata shumë të reja, me një moshë mesatare 18.4 vjeç të ekipit, lojtar secili ka punu pa fitu kur gjo, vetëm e ka bo vetëm për vetet vetë që me mujtë mundi përmbushën edhe për me kontribu për klub. Pjesëmarrja në Superligën A është shumë e vështirë sepse niveli i ekipeve është me cilësi të lartë, tha Hasimja. Superliga A normalisht është si me dal shtet komplet tjetër, qaq konkurrenca është qaq e fortë për shkak se edhe numri i ndeshjeve është 2 fish gati 3 fish më i madh, edhe buxheti i ekipeve tjera është më shumë se 10 fish krahasim me ne. Për çato problemi më i madh që mund të më kon vitin tjetër, ku më kon buxheti, kanë më kon sponsorët që normalisht pa përkrojnë e tyne, po besoj që kena me pas një kohë shumë të vështirë, po besoj që nëse na afrohen edhe ata pak më ngat, besoj që kena mujt prapë me pas performancë shumë të mira dhe sezonin e ardhshëm. Kujtojmë se klubi i voleybollit Vllaznimi është kualifikuar edhe në disiplinën e femrave në Superligën A.